Kam kënaqësinë e veçantë sot të drejtohem lidhur me një çështje e cila vjen si rezultat i një procesi për një antar të ri të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe pas përpjekjeve të mia për të mbrojtur kushtetutën dhe ligjin dhe një proces demokratik për të emëruar drejt dhe sipas ligjit një antar i Këshillit Prokurorial të Kosovës, kanë pasuar shumë veprime të cilat edhe sot më kanë sjellë këtu para juve të jap këtë deklaratë. Vjen shumë keq që një portal i njohur me emrin Paparazzi është duke vazhduar të bëjë shpifje dhe duke theksuar gjëra plotësisht dhe absolutisht të pavërteta në raport me punën time dhe karrierën time. Sot keni pas rastin të lexoni dhe të shihni aty një shkrim i cili jo vetëm që s'është i vërtetë, por është tendencioz, është i pavërtetë, përmban në të dhënat të cilat janë fije e përpe të pavërteta dhe gënjeshtra. Ju lutem shumë të keni pak durim se ndoshta do t'ju marrë kohë dhe në fund do të shpërndaj për gjithë juve një biografi timen për të pa ju, publiku dhe çdo qytetar i Republikës Kosovës se kush është Besim Kelmendi dhe cila është puna e tij prej momentit kur kam filluar punën e deri në sot. Dhe jo vetëm kaq, por për të pa ju se kush është edhe familja ime, kush është familja e nënës time, e babait tim dhe e bashkëshortës time. Unë kam pasur këto shkrime edhe më herët nga i njëjti portal, nga pronari i saj Bebi Kajtazi. Arsyeja pse ai shkruan dhe shpif për mua është shumë e lehtë për ta kuptuar. Ai ka qenë të unë për të pas përfitime për raste të caktuara të cilat unë i kam pas në punë. Për të bërë unë kërkesë për mbrojtje ligjshmërisë për dobi të bizneseve që ai nuk e di në çfarë mënyre i përfason ata. Pasi që refuzova këto kërkesa dhe këto tentativa të tij për të ushtruar ndikim në punën time, ai më ka dërguar edhe SMS-a shantazhues për të cilat ka qenë i njoftuar edhe ish kryeprokurori i Prokurisë së Shtetit zoti Aleksandar Lumezi. Ky portal dhe ky person i quajtur Bebi Kajtazi jo rastisht sot e shkruan një artikull kundër meje për të dezinformuar gjithë opinionin e Kosovës. Për të thënë gjëra që kur në jetën time as nuk i kam bërë, as nuk isha guxoft për t'i bërë nga askush dhe as njëherë në jetën time. Çfarë do pretendimi i Bebi Kajtazit në shkrimin e tij tregon që gjërat janë krejtësisht ndryshe. Mu më vjen mirë se sot më ka dhënë mundësia që në Prokurinë Speciale të Republikës së Kosovës të jap një deklaratë e cila konfirmon të gjithë atë që unë sot po e them para juve dhe të gjithë atë që duhet ta di secili qytetar i Republikës së Kosovës. Kur në jetën time deri në vitin 2001 nuk kam qenë në fshatin Reçak. Kur në jetën time s'kam qenë as gjyqtar, as prokuror, as hetues para vitit 2000, kur jam zgjedhur për herë të parë gjyqtar në gjykatën e qarkut në Prishtinë. E kisha fatin të jem gjyqtar bashkë me 2 gjyqtarë ndërkombëtar dhe një prokuror ndërkombëtar në rastin e Reçakut, ku është akuzuar një pjesëmarrës në kryerjen e vrasjeve të Reçakut.
dhe i cili, falë kontributit tim, është shpallur fajtor dhe sot kemi aktgjykim të formës e prerë për këtë të akuzuar, i cili aktgjykim ka shërby edhe si provë në gjykimin kundër ish kasapit të Ballkanit Slobodan Milošević, i cili në atë gjykim pretendon dhe tenton që t'ja humb vlerën këtij aktgjykimit duke pretenduar se unë jam ai fajtori që o shpall fajtor, ky i akuzuar për vrasjet që i ka kryer në masakrën e Veçakut. Të nderuar gazetar, të nderuar qytetar, është një fakt që unë e kam bërë publik që nga momenti kur jam në sistemin gjyqësor. Një fakt që unë kam lind në vitin 1962 dhe jam punësuar në vitin 1986 në gjykatën e Qarkut në Prishtinë. Isha punësuar bashkë me gjithë punëtorë tjerë shqiptarë. Dhe në kohën kur vendosej për pavarësinë e Kosovës, për çështjen e Kosovës, kishte përpjekje dhe kërkesa që dikush të shkatronte komplet popullin shqiptar dhe atë dihet për opinionin kush ishte. Dhe ne që ishim pjesë asaj kohe, kishim një detyrë secili nga këndvështrimi vet. Edhe ne punëtorë shqiptarë që ishim në gjykatën e Qarkut në Prishtinë, ku unë isha bashkëpunëtor profesional dhe besoj që opinioni e din që është bashkëpunëtori profesional, pra është titull i punës profesional, s'ka lidhje me bashkëpunim me regjime dhe me parti të ndryshme politike. Gjatë asaj kohe, kisha një aktivitet në sindikatën e punëtorëve shqiptarë të asaj gjykate, në bashkëpunim gjithmonë me sindikatën e punëtorëve të organeve të judikaturës që udhëhiqeshin nga shqiptarët. S'ka veprim, s'ka aktivitet që ka qenë kuadër të sindikatës së përgjithshme të punëtorëve shqiptarë në nivel Kosove, që se ka përkra sindikata ku unë kam qenë pjesë asaj sindikate. Nuk ka veprim që ka qenë në përputhje me interesat e popullit shqiptar, që se kemi bë edhe ne si antar të asaj sindikate. Unë kam qenë në ballë të saj, e din të gjithë ata që kanë qenë të punësuar në gjykatë, janë gjallë për fat, janë dëshmitarë. Keni parasysh, në atë kohë, për çdo gjë që i duhej ushtrisë qeverimtare të Kosovës dhe subjektit, spektrit politik të Kosovës, Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Jam unë ai që i kam bajt jo vetëm të informuar, por kam rreziku edhe punën edhe jetën duke marrë dosi sikur kjo që po e shih. Për t'i dërguar atje ku kishin vendin. Në media, për të pa publiku dhe populli se çfarë ndodh aty, deri te gjykata ndërkombëtare e Hagës kur është paraqitur këtë akuzë nga avokatët e shquar Bajram Kelmeni dhe kolegët e tij. Unë, për shkak të sigurisë, në atë kohë kam vepruar me emrin Alban Lumi. Për herë të parë, po e them këtë publikisht. E kam pas mendu që këtë çështje ta theksoj në një libër. E kam pas mendu që shumë njerëz që më kanë njohur s'kan nevojë me dëgju këtë. Për fat keq, jeta, paparaci, armiku im në këtë rast, me të pavërtetat, me shpifjet e tij, po i ngrit dilemat e njerëzit të cilët nuk njohin. Dhe unë kam qenë i detyruar sot dalë pra juve. Ka shumë shkrime të nderuar gazetarë dhe popullit dashur për gjithë aktivitetin tim. Sot është kohë e shkurtër dhe kam pak problem, ndoshta ti s'falosifizohet. Shkrimet e mia si Alban Lumi kundër gjyqtarëve të asaj kohe, gjyqtarëve serb. Gjitha shkrimet që lidhen me Veçakun, të cilat unë i kam prehur publikisht
në çdo rast ku më ka dhënë mundësia. Edhe në kritikat e mia ndaj partnerëve ndërkombëtar kur nuk i kanë zbatuar detyrat e veta për timet e luftës Kosovë. Por këtë mund ta bëj vetëm një njeri i cili ka dështuar që Besim Kelmenin ta nënshtroj me shantazhe, Besim Kelmenin ka dështuar ta vendos një situatë varësie nga ai, sepse unë kur përderisa të marr frymë, përderisa jam pjesë e sistemit prokurorial të Kosovës, kam e vepru deri në frymën e fundit vetëm në bazë të kushtetutës së ligjit, e jo në bazë të interesave dhe përfitimeve të vendikatarëve. Ju lutem, është edhe një dokument lidhur me gjykimin e vitit 2001. Kishte përpjekje që ky gjykim të dështoj. Por jam shumë i lumtur që në disa shkresa, mora vetëm njërën për të në, kur unë e njoftoj edhe e prorin tim kryetarin e gjykatës në atë kohë Ramadan Berisha, që gjykimi do të dështoj nëse ne nuk marrim veprimet e caktuara dhe nëse ai si udhëheqës i gjykatës nuk na mbron neve si anëtar të trupit gjykues. Se kush ishte miku i Arçif Molliçit, po ja them sot unë juve. Ishte Besim Kelmeni. E luta shumë që mos ma përmendte emrin. Ndoshta nga budallakia, ndoshta nga modestia. Sepse konsideroja që në pozitën time si ushtrues detyre i prokurorit shtetit dhe prokurori shtetit nuk duhet të merren shumë media. Po e shoh që pas ka qenë gabim. Pse? Sepse kjo dëshmon më së miri çfarë detyrave të rrezikshme kam kryer kur ka pas nevojë kombi, kur ka pas nevojë ushtria çlirimtare e Kosovës dhe të gjithë njerëzit që kanë dashur liri dhe pavarësi. Nuk kam kaluar lepa gjatë luftës. Kjo është një dëshmi që kam paraqitur të Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtat njerëzit, e cila tregon se asgjë në këtë jetë nuk na kish mbetur mua dhe familjes time. Pra çdo gjë ishte shkatruar, ishte djegur. Ishim kujdes ata që janë bashkombas të Danica Marinkovićit. Për çdo kur gjë që ishte pjesë e familjes time. Ka shumë dëshmi, ka shumë dokumente, gjithë të doshe, po unë sot nuk të marrë shumë kohë. Sepse do ta bëj një ditë, qoftë edhe mision, qoftë edhe libër, qoftë edhe botem tjetër, për t'i dërguar popullit tim të dashur. Se Besim Kelmeni, që nga familja, kur gjyshe jem ka qenë i dënuar politik si armik i Jugosllavisë dhe është dënuar me 20 vjet burg bashkë me vllahun e tij dhe ka vuajtur burgun në Goliotok. Ku gjyshe jem ka vdekur nga torturat e Rankovićit në prehrin e nënës time. Për axhin tim, Hazir Kelmeni, që ka qenë përjetuesi i masakrës së Tivarit, i cili ka qenë përjetues i masakrës së gjimnazit PS. Për Hazir Kelmenin që më ka rrit. Pra, po flasim për një familje që kur një jetën e vetë, as që ka guxuar ndonjëherë me mendu, tjetër rrugë përveç rrugës kombëtare. Unë kur një jetë, po përsëris, nuk kam qenë racak deri në vitin 2001, kur kam qenë antar i trupit gjykues për gjykimin e tij të akuzuarit. Jam thirrë si dëshmitar për shkak se një person që ka qenë prokuror në atë kohë me emrin Ismet Shufta, kur e kanë pyetur se kush ka punuar me gjykat, ai ka përmendur emrat e njerëzve që i kanë rënë ndërmend. I kishte rënë ndërmend edhe emri im për shkak se sot jam ushtrues detyre i prokurorit shtetit. Nuk e di pse, sepse nuk kam marrë as ndonjë arsyetim
qoftë për i prokurorit, qoftë për i ati ose dikuj tjetër, pse është përmend emri im. Uroj të jetë rastësi, uroj të jetë një diçka që nuk është e planifikuar dhe e qëllimshme për me ardhur deri te kjo situatë. Nëse ju keni qenë ndonjëherë në Recak në vitin 1990, nuk e di moshën tonë. Uroj të jesh i ri edhe në atë kohë se dia ke qenë i lindur apo jo. Po kur, absolutisht, kur në jetë nuk kam qenë Recak deri në vitin 2000. Mund shifni figura çfarë të doni, me çfarë do ekspertize, me çfarë do eksperti vendor ndërkombëtar. Nëse del fotografia jeme dhe nëse dal unë aty si pjesëmarrës, jo vetëm që jap dorëheqje sot, po do të talshoj Kosovën, do të iku dhe do të zhdukem nga ky botë. Sepse nuk bëj gjëra të tilla. Nuk se kisha pas fare problem sikur të kisha qenë. Sot kisha thënë. Por diçka që nuk ekziston, nuk është korrekte as të thuhet. Ndërlidhja shifet nga qielli, sepse ndërlidhet çdo gjë me interesa të caktuara për të ardhur deri tek ky tentim i dëmtimit të imazhit tim si person dhe si prokuror ose si ushtrues detyri për prokurorin.